Dasma madhështore në shtëpinë e Big Brother VIP Albania vazhdoi me një atmosferë edhe më të zjarrtë, ku muzika dhe emocionet u bashkuan në një spektakël të paharrueshëm. Ishte një natë që dukej sikur kishte dalë nga një festë tradicionale shqiptare, e mbushur me hare, valle dhe energji të papërshkrueshme. Në një nga momentet më të bukura të mbrëmjes, Gena mori mikrofonin dhe nisi të këndoj hitin e tij të njohur Ma bën me sy, ma bën me dorë. Që në notat e para, gjithë shtëpia shpërtheu në brohorima dhe duar trokitje. Ritmi i këngës përfshiu të gjithë banorët dhe të ftuarit, duke i ngritur menjëherë në këmbë për të kërcyer. Në oborin e shtëpisë, mes dritave dhe dekorit festiv, Mateo priste nusen e tij, Brikenën, me një buzëqeshje që nuk i largohej nga fytyra. Ai duke i emocionuar dhe krenar, ndërsa Brikena afrohej mes muzikës dhe duar trokitjeve, duke rrezatuar lumturi. Ishte një moment simbolik, plot dashuri dhe bukuri, që i dha edhe më shumë magji kësaj dasme. Ndërkohë, atmosfera arriti kulmin kur në valle u hodh Monika Kryemadhi, opinionistja që nuk hezitoi të marrë rolin e udhëheqëses së festës. Ajo tërhoqi vallën me energji dhe stil, duke bërë që të gjithë të bashkoheshin pas saj. Me lëvizje plot ritëm dhe buzëqeshje, ajo i dha një tjetër dimension festës, duke e kthyer në një valle të madhe kolektive. Por surprizat nuk mbaruan aty. Me një